Vajzat e bëjnë të paimagjinueshmen me shyreten, e bëjnë të duket më e bukur se reja e saj, po duket si 20 vjeçare. Shyret e Behluli, një nga figurat më të dashura dhe më të qëndrueshme të muzikës shqiptare, vazhdon të mbetet një emër që ngjall respekt dhe nostalgji në publik. Me një karrierë që ka kaluar mbi 5 dekada, ajo ka arritur të ruajë jo vetëm popularitetin, por edhe energjinë artistike që e ka shoqëruar që nga fillimet e saj. Zëri karakteristik, interpretimet plot emocion dhe prania e saj e ngrohtë në skenë e kanë bërë pjesë të pandashme të historisë së muzikës sonë. Së fundmi, këngëtarja ka ndarë me ndjekësit një moment të thjeshtë, por shumë domethënës, nga vizita e saj në një salon ondulimi. Në pamjet e postuara, ajo shfaqet tejet e kuruar, me një makeup të realizuar me delikatesë dhe me flokë të stiluar me shumë elegancë. Reflektimi i saj para pasqyrës tregon një grua që gjithmonë ka ditur ta respektojë publikun duke u paraqitur e hijshme, e rregullt dhe me një prezencë që bie në sy menjëherë. Ajo rezaton vetbesim dhe një bukuri natyrale që duket se nuk njeh moshë. Edhe pse koha po e çon drejt moshës së pensionimit, shyretja vazhdon të shfaqet me një freski dhe vitalitet që shumë vajza të reja do ta kishin zili. Eleganca e saj, mënyra e të veshurit, kujdesi për detajet dhe karizma që e ka shoqëruar gjithmonë, e bëjnë të duket sikur vitet thjesht e kanë rafinuar akoma më shumë. Publiku ka reaguar me komente të shumta pozitive, duke e përgëzuar përpamjen, stilin dhe energjinë që transmeton. Shyret e Behluli vazhdon të dëshmojë se arti dhe bukuria nuk varen nga mosha, por nga shpirti artistik, kultura e punës dhe dashuria për skenën. Ajo mbetet një shembull i një artisteje që ka ditur të evoluojë me kohën, duke ruajtur njëkohësisht autenticitetin dhe vlerat që e kanë bërë të paharrueshme për breza të tërë. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.